Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend një cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, e ajo është se Allahu i lartësuar i don robërit e devotshëm. Dhe kjo është cilësi të cilën ehli suneti, domethënë ashtu siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu e lëm. Nuk e komentojmë më thellë, po Allahu subhanahu wa taala i don robërit e devotshëm, ne themi se Allahu subhanahu wa taala i don robërit e devotshëm. E jo siç kanë bërë domethënë grupet e devijuara, të cilët cilësitë e Allahut subhanahu wa taala i kanë shtrembruar dhe kanë thënë dashuria nuk është për qëllim dashuri, po është për qëllim e kështu me radhë, duke folur për Allahun subhanahu wa taala pa dituri. Duke folur për Allahun subhanahu wa taala pa dituri. Ajo që i takon besimtarit sinqert është që një cilësi që e përmend Allahu subhanahu wa taala si cilësi të tij, ne ta lëmë me aq. Dhe mos të hyjmë në atë ta paramendojmë se si është, do me thonë në hakun e Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk mundesh, po është njësoj siç nuk mundesh ta dish se si duket Allah subhanahu wa taala, po ashtu nuk e din se si janë cilësitë e tij. Andaj ne e pohojmë se Allah subhanahu wa taala ka jetë siç i takon madhërisë së tij, dhe Allah subhanahu wa taala sheh siç i takon madhërisë së tij, dhe Allah subhanahu wa taala i don robërit e tij si që i takon madhërisë së tij. Nuk do me thonë se në këtë dashuri të Allahut subhanahu wa taala për robërit e tij hyjnë ato mangësitë e dashurisë së krijesave. Jo, dashuria e tij është ashtu siç i takon atij subhanahu wa taala. Jeta e tij është ashtu siç i takon atij. Ne jetojmë dhe Allahu jeton. Mirë, po ne jetojmë si krijesa, ai jeton si krijues. Ne duam dikënd dhe Allahu don dikënd. Mirë, po ne duam si që i takon krijesës, a i donë si që i takon krijuesit. Do më thonë, në besimin e pastër të ehli sunetit çdo gjë është e qartë. Nuk kemi nevojë për filozofi tek Allahu subhanahu wa taala, sepse nuk mundemi. Është diçka që nuk mund të arrijmë. Ne dim për Allahun aq sa na ka mësuar ai. Më shumë nuk mund të arrijmë, andaj edhe s'kemi pse të fellohemi. Do më thonë, siç kanë vepruar xehmit, maturidit, esharit e kështu me radhë, do më thënë, të cilët janë larguar nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.